në vetë degenerim. Sa e keqe je, ishte mbrëm. Shkove në vetë degenerim, atë derën dole. Vetë degenerimi jo, nuk mjaftoj, u kthye pra me Kokopost. Roxhi, nuk fitohet Big Brother duke Roxhi, duke taku Monikën Arbi Ledionin, Roxhi. Ti je një vaj shumë e poshtë. Ti nuk respekton as i unë merr me familjen tënde, Roxhi. Unë merr me lojtarë, me vetëm me familjen tënde je marr. Nuk e di ku ma ke prek, kanë thënë uroj të vetëm me familjen tënde je marr. Roxhi, nuk fitohet Big Brother, nuk fitohet duke nuk më fitohet duke Monika Arbi Ledionin mbrëma unë vjen shumë tani do të kthehem. Ju lutem shqiptar më votoni dhe kthehesh me kokën poshtë. Unë ja kam bë, ja kam bë. Ja kam bë si duhet me ja bë. Roxhi, je pa karakter. A di çam vjen mirë më? Që ti ndihesh e kërcënuar për çmimin. Ti ndihesh e kërcënuar për çmimin. Ta kam thënë ti. Krap. Në çfarë se ti fiton nuk e du vetëm sa ti gjao. Sepse një njeri pa fytyrë dhe pa karakter nuk e fiton. S'kam ditë me lut ka thënë. Nuk e fiton. Jo, kjo është një gënjeshtër shumë e madhe. Ua, ke thënë live mi. S'kam ditë me lut fillim, kam pas miri. Ti jo. Çfarë me mua, çfarë me mua. Atë si afrohen aty tipit. Nuk fitohet ky Big Brother duke a more energji. Çfarë informacione. Po pse keni natë me Selin? Se kam xherrë në cakë para ta shqiptarëve. Me durim, me nerva, me nerva brenda faqeve. Dhe unë kam dhënë ato deklaratat e mia, edhe kam kërkuar falje kur është dashur të kërkoj falje. Dhe jo për ty. Je shumë i dobët. Kam ba për familjen tënde, jo për ty. Kuptove? Je lojtar shumë i dobët, je njeri shumë i dobët. Pa karakteri, pa besi, pa fytyrë. Do situatë. Je shumë i dobët. Unë Unë një fjalë tash ti u preke.